institucioneve pjesëmarrës në panairin e 5 mbarkombëtar të librit akademik dhe shkencor, kemi dhe Universitetin e Tetovës. Mirë se erdhët, ju faleminderit edhe për pjesëmarrjen me stand, me botimet tuaja, njërazi edhe për këto promovim që do të bëjmë tani. Dhe kam kënaqësinë që në këtë prezantim të kemi dy elemente, një botim kushtuar shqiptarëve ortodoks në Republikën e Maqedonisë dhe pjesa tjetër është promovimi i revistës shkencore Filologjia. Dëshiroj që të ftoj kolegen nga Tetova për të vazhduar me prezantimin. Të nderuar përfaqësues të institucioneve akademike nga Shqipëria, Kosova dhe rajoni, të nderuar kolegë, studiues, profesor të dashur, miq të librit dhe dijes, zonja dhe zotrinj. Është një privilegj i veçantë dhe një kënaqësi e thellë që sot në këtë ambient të nderuar të Akademisë së Shkencave në Tiranë, në kuadër të panairit të 5 mbarkombëtar të librit akademik dhe shkencor, të prezantojmë një botim me peshë të veçantë shkencore dhe identitare. Librin Shqiptarët Ortodoks në Republikën e Maqedonisë së Veriut, një vepër e rëndësishme sjell në gjuhën shqipe nga Universiteti i Tetovës. Ky panair që zhvillohet me datat 22 deri 24 prill dhe që bashkon institucione akademike nga e gjitha hapësira shqiptare, nuk është thjesht një aktivitet ekspozues, por një platformë e fuqishme reflektimi, dialogu dhe afirmimi të dijes shkencore shqiptare në nivel mbarkombëtar. Në këtë kontekst, prezantimi i këtij libri merr një dimension të veçantë, sepse ai nuk është vetëm një produkt akademik, por një kontribut i drejt për drejt në ndërtimin dhe thellimin e vetdijes sonë kolektive. Libri trajton një temë që shpesh ka qenë e nënstudiuar ose trajtuar në mënyrë fragmentare, praninë, historinë dhe identitetin e shqiptarëve ortodoks në hapësirën e Maqedonisë së Veriut. Në pamje të parë, kjo mund të duket si një çështje e ngushtë, por në thelb ajo prek disa nga temat më të rëndësishme të studimeve albanologjike, raportin mes fesë dhe kombit, ndërtimin e identitetit në kushte historike e komplekse dhe sfidat e ruajtjes së gjuhës dhe kulturës në një mjedis shumë etnik. Ky libër është një dëshmi se identiteti shqiptar nuk është monolit, por i ndërtuar mbi një mozaik përvojash historike, kulturore dhe shpirtërore. Shqiptarët ortodoks përbën një pjesë të këtij mozaiku, një pjesë që shpesh ka qenë në periferi të narrativave kryesore, por që në fakt mbart një histori të pasur dhe një rol të rëndësishëm në zhvillimin e ndërgjegjës kombëtare. Përmes analizës historike, dokumentimit dhe reflektimit kritik, kjo vepër sjell në vëmendje një realitet që nuk duhet vetëm të njihet, por edhe të kuptohet në thellësi. Në këtë pikë është e rëndësishme të theksohet se ky libër nuk është një përpjekje për të ndarë, por për të bashkuar përmes njohjes. Ai nuk synon të krijojë kufij të rinj identitar, por të tregojë se si këta kufij kanë qenë gjithmonë më të ndërlikuar dhe më të përshkueshëm se sa mund të mendohet. Në një rajon si Ballkani, ku historia shpesh është përdorur për të ndarë, një qasje e tillë shkencore dhe e balancuar është jashtëzakonisht e rëndësishme. Nëse do të vendosnim këtë libër në një kornizë më të gjerë intelektuale, mund të themi se ai vazhdon një traditë të mendimit shqiptar, që ka kërkuar gjithmonë të kuptojë veten përtej stereotipeve dhe thjeshtimeve. Në këtë traditë qëndron edhe figura e Fanolit, një nga mendjet më të ndritura të historisë sonë, i cili e kuptoi se identiteti shqiptar nuk mund të ndërtohet pa një ndërgjegje të thellë kulturore dhe shpirtërore. Noli nuk ishte vetëm themelues i kishës ortodokse, autoqefale shqiptare, por edhe një reformator i mendimit, një figurë që solli një mënyrë të re të kuptuarit të marrëdhënies mes fesë dhe kombit. Siç është theksuar edhe në reflektimet që kemi përpara, ai ishte një qendër sismologjike e shpirtit shqiptar, një figurë që ndjente dhe përkthente dridhjet më të thella të ndërgjegjes sonë kolektive. Ai e kuptoi se një kom nuk humbet vetëm kur humb territorin, por kur humb vetdijen, kur ndalon së reflektuari mbi veten. Në këtë kuptim, libri që promovojmë sot është një
është pikërisht një akt i tillë reflektimi, një përpjekje për të kuptuar më mirë një pjesë të vetes son si komb. Një nga vlerat më të mëdha të këtij libri qëndron në faktin se ai nuk mbetet në nivelin e përshkrimit, por synon interpretim. Ai nuk mjaftohet me paraqitjen e fakteve historike, por kërkon të analizojë proceset që kanë çuar në formësimin e këtij identiteti specifik. Si janë ruajtur elementet shqiptare në një kontekst shpesh sfidues, cili ka qenë roli i gjuhës, i traditës dhe institucioneve fetare në këtë proces. Si kanë bashkjetuar dhe ndërvepruar këto elemente në kohë të ndryshme historike. Këto janë disa nga pyetjet që kjo vepër adreson me seriozitet shkencor. Në të njëjtën kohë, libri ka edhe një dimension të rëndësishëm aktual. Ai na ndihmon të kuptojmë më mirë realitetin e sotëm dhe sfidat me të cilat përballen komunitetet shqiptare në rajon. Në një kohë kur identitetet janë në transformim të vazhdueshëm, njohja e historisë dhe rënjeve bëhet edhe më e rëndësishme. Vetëm përmes një kuptimi të tillë mund të ndërtojmë politika kulturore dhe arsimore që respektojnë dhe promovojnë diversitetin tonë. Prandaj ky libër nuk është vetëm për studiuesit apo për akademikët. Ai është për të gjithë ata që janë të interesuar të kuptojnë më mirë historinë dhe identitetin shqiptar. Ai është për studentët, për mësuesit, për politikanët dhe për çdo qytetar që e sheh veten si pjesë të këtij komuniteti të gjerë kulturor dhe historik. Në këtë kuadër, roli i Universitetit të Tetovës është i rëndësishëm dhe i vlerësueshëm. Përmes votimeve të tilla, universiteti jo vetëm që kontribuon në prodhimin e dijes, por edhe në shpërndarjen dhe promovimin e saj në një nivel më të gjerë. Kjo është një dëshmi e qartë e angazhimit të tij për të qenë një institucion jo vetëm arsimor, por edhe kulturor dhe shkencor me ndikim në hapësirën mbarkombëtare. Të nderuar të pranishëm, në fund të fundit, libri është një mjet për të ndërtuar ura mes së kaluarës dhe së tashmes, mes dijes dhe shoqërisë, mes individit dhe komunitetit. Libri që promovojmë sot është një urë e tillë. Ai na fton të kalojmë përtej njohurive sipërfaqësore dhe të hyjmë në një dialog më të thellë në historinë tonë. Dhe ndoshta pyetja më e rëndësishme që na shtrohet përmes kësaj vepre është kjo. A jemi ne të gatshëm të njohim dhe të pranojmë kompleksitetin e identitetit tonë? A jemi të gatshëm të shohim përtej ndarjeve dhe të kuptojmë se pikërisht në këtë diversitet qëndron forca jonë? Nëse përgjigjja është po, atëherë libra të tillë janë më shumë se të nevojshëm. Ata janë themeli mbi të cilin mund të ndërtojmë një të ardhme më të vetëdijshme, më të drejtë dhe më të bashkuar. Duke përfunduar, më lejoni të theksoj se promovimi i këtij libri në këtë panajir nuk është vetëm një akt simbolik, por një hap konkret drejt forcimit të dialogut shkencor dhe kulturor ndër shqiptar. Le ta mirëpresim këtë vepër me vëmendjen dhe respektin që meriton dhe ta shohim atë si një kontribut të rëndësishëm në pasurimin e mendimit ton kolektiv. Ju faleminderit për vëmendjen. Tani, libri është i autorit Branko Manajlovski, që është një shqiptar ortodoks, ndërsa recenzionin e këtij libri e ka bërë zëvendës rektori profesor Vullnet Ahmeti. Për shifra nuk mund të them me siguri, po ato që fliten, do me thënë ndër shqiptarët ortodoks, të cilët edhe për fat të keq s'kanë qenë të lirë të deklarohen si të tillë, pra si shqiptar, s'kanë qenë të lirë ta përdorin gjuhën shqipe në institucione, do me thënë vetëm brenda familjes, edhe ato me shumë frikë. Mendohet se janë diku 100.000 deri në 300.000 shqiptar ortodoks të asimiluar, që sot pasardhësit e tyre nuk flasin shqip. Unë kam pas një rast konkret, si profesoresh që jepja gjuhë shqipe në katedra të ndryshme në juridik, ekonomik e tjerë, dhe më erdhi një studente, më tha,
më vjen shumë keq ta që kam rënë prej provimit, por më vjen shumë keq se gjyshja ime s'ka ditë maqedonisht, por ka fol vetëm shqip në shtëpi e unë nuk jam mësuar, thasë unë jam shqiptare ortodokse. Elena e mbaj mend se e quhanin ato. Edhe është një ndër shumë rastet, do me thënë. Janë shpërndarë, do me thënë, krahina ku kanë qenë më e dendur me shqiptar të ortodoks në Maqedoni është krahina e Rekës, quhet, mes Gostivarit dhe Dibrës. Por ato për shumë shkaqe, për arsye të ndryshme, janë shpërngul në Shkup edhe në si metropol, do me thënë, edhe në qytetet tjera, në Gostivar, në Dibër, ka plot. Ka plot. Kemi edhe revistën Filologjia, për të cilën kam slajde. Une në emër të profesor Vullnet Ametit e prezentova këtë pjesë, ndërsa unë kam punuar për revistën Filologjia dhe indeksimet që ka ajo, rëndësinë që ka dhe cilat indeksime i kemi ne si fakultet faktikisht, sepse revista Filologjia është një revistë e cila boton normalisht për gjuhën, historinë, kulturën, jo vetëm të gjuhës shqipe, por edhe të gjuhëve tjera dhe të autorëve angles, frances, macedonas e tjerë. Kjo është edhe në slajde, po. Atëherë. Universiteti Tetovës ka një reputacion solid për sa i përket cilësisë së arsimit dhe botimeve shkencore, të cilat tash e disa vite janë pajisur me indeksime të rëndësishme shkencore që janë me peshë reale në shkencat filologjike. Fakulteti i Filologjisë në Universitetin e Tetovës, do me thënë, ka nxjerrë numrin e parë të revistës Filologjia në prill të vitit 2013, ku doli pra numri i parë i saj me punime shkencore të botuar nga profesor të universiteteve nga Ballkani dhe Europa, ku botuan gjithsej 42 punime shkencore. Filologjia është një platformë e qëndrueshme për kërkim shkencor në rajon dhe më gjerë. Posedon citime të indeksuara në Science Citation Index, indeksi citimit të shkencave, indeksi citimit të shkencave shoqërore, indeksi citimit të arteve dhe shkencave humane dhe indeksi citimit të burimeve në zhvillim. Revista e Fakultetit të Filologjisë ka ISSN, pra është një revistë zyrtare, publikon 2 herë në vit. Fokusi i botimeve është gjuha, letërsia, kultura rajonale dhe ndërkombëtare. Historia dhe tradita. Është një revistë stabile, në një kohë kur shumë revista dështojnë, kjo është një avantazh i madh. Mbi 13 vite botim të pandërprerë, filologjia ka evoluar si në sasi ashtu edhe në cilësi, duke fituar indeksime të rëndësishme shkencore që do t'i japim në tabelën e mëposhtme. Pra, këtu i kemi theksuar nga viti 2020, cilat indeksime i ka fituar revista Filologjia, në 1 është EBSCO, në 2 është Google Scholar, në 3 indeks Copernicus internacional, do me thënë brenda këtij viti, 2020, ka fituar 3 indeksime, ndërsa në vitin 2021 ajo e shton edhe indeksimin CEOL. Në vitin 2022 shton edhe Erich Plus, që është një indeksim shumë i rëndësishëm, MLA International Bibliography, pra në vitin 2023 ajo shton edhe ISI Impact Factor, që gjithashtu është një faktor mjaft i rëndësishëm. Në vitin 2024 shtohet edhe indeksimi CRO-SSREF. Gjithashtu edhe në vitin 2025 janë të njëjtat indeksime dhe duhet të theksojmë këtu cila është rëndësia e këtyre indeksimeve. Google Scholar është rëndësia reale e këtij indeksi është dukshmëria shumë e lartë. Google Scholar është falas dhe përdoret globalisht. Artikujt e indeksuar aty gjenden shumë lehtë dhe rrit shanset për citime.
ndikon në metrika personale, citimet që merr një artikull llogariten në H-index ose H-indeksi dhe në 10 indeks. Këto metrika shpesh përdoren për vlerësim akademik, sidomos në disa vende të rajonit edhe të Europës. Indeksimi i dytë, Indeks Copernicus Internacional, ofron një metrik të quajtur IC value, do me thënë vlerën për revista shkencore, përdoret nga institucione dhe autorët si tregues cilësie, ndihmon për publikime për studiues të rinj, është një hap i parë për dukshmëri, si impact factor, llogaritet nga Clarivate përmes databazës së Web of Science ose faqes shkencore, është një tregues që matë sa shpesh citohen artikujt e një reviste, sa më i lartë zakonisht më prestigjioze është revista, rëndësia është standard global i cilësisë, është ndër metrikat më të rëndësishme në botën akademike, përdoret për promovime akademike, aplikime për fonde dhe radhitje universitetesh ose rangime. Ka filtrim shumë serioz, jo çdo revistë futet në Web of Science, kërkon peer review ose kontroll kolegjial, që quhet ndryshe. Serioz është etik, ka etik publikimi dhe ndikim real. Ka peshë shumë të madhe në karrierë, publikimi në revista me impact faktor të lartë është avantazh i madh. Impact faktori është një nga treguesit më të fortë dhe më të respektuar në akademi, është shumë i rëndësishëm për shkencat humane në Europë dhe është tregues që revista i plotëson standardet akademike bazë. CEOL ka dukshmëri rajonale shumë të mirë, revistat bëhen të aksesueshme për studiues që punojnë në këto fusha dhe rajone, është e rëndësishme për shkencat sociale dhe humane, sidomos për temat histori, gjuhësi, politikë rajonale dhe është platformë serioze. EBSCO indeksi përfshin databazat Academic Search Business Source, do me thënë hulumtime akademike burime biznesi, janë të aksesueshëm për universitete dhe institucione që kanë abonim, ka rëndësi reale, dukshmëria akademike është shumë e mirë, shumë universitete përdorin EBSCO për kërkime, artikujt bëhen më të lehtë për të gjetur nga studentët dhe studiuesit, ka një nivel filtrimi, EBSCO nuk pranon çdo revistë pas një kontroll, ka një proces përzgjedhje. Ndihmon në citime, sa më e dukshme revista, më shumë mundësi për citime. Erich Plus plotëson disa kritere bazë akademike për review, bordin e botimit ose editorial dhe transparencë. Është e regjistruar si revistë serioze në nivel europian, bëhet më dukshme për studiuesit në këto fusha, pra në fushat humane, histori, gjuhësi, sociologji. Studiuesit europiane përdorin për kërkim dhe vlerësim, ndihmon në rjetëzim dhe citime, sidomos brenda Europës, Erich Plus nuk pranon revista pa standarde minimale. MLA, bibliografi ndërkombëtare, pra bibliografia ndërkombëtare e shoqatës së gjuhëve moderne, me indeks shumë relevant për gjuhësi, letërsi dhe filologji. Indeksimi tjetër, i fundit që kemi pra te revista jonë, është CRO/SREF, është database infrastruktur teknike që jep Digital Object Identifier për artikujt mundëson citim korrekt, lidhje të qëndrueshme dhe gjurmim referencash. Çfarë është Scopusi ose Web of Science? Në akademi, niveli një reviste vjen nga a është në Scopus, ose rjeti i shkencës, në cilin kuartil është, sa citime ka, sa i fort është për review, rishikim pra nga kolegët, pra rangim dhe kombinim i këtyre treguesve. Rangimi nuk bëhet nga një autor i vetëm, por nga institucione që krijojnë sistemin mbi të cilin bëhet krahasimi, siç janë Scopus Elsevier, Web of Science nga Clarivate, SCI Imago, ranking ose rangimi, Scopus plus Quartil, bara standard global për rangim, Web of Science plus Impact Factor, jep standard tjetër kryesor, do me thënë këto të dhja janë shumë
të rëndësishme dhe janë serioze që njihen ndërkombëtarisht dhe pranohen nga çdo revistë. Referenca e vërtet për nivelin nuk është një listë, por databazat dhe metrikat, Scopus dhe Web of Science, ose rrjeti i shkencës, citime dhe kuartilet, që përdor akademia për të gjykuar cilësinë. Cilësia shkencore dhe procesi, serioziteti i revistës, pra revistës tonë Filologjia, qëndron në faktin sepse ka një bord editorial të përbërë nga profesorë studios të njohur, procesi i peer review zbatohet nga recenzent anonim, standardet etike respektohet e drejta e autorit, kontrollojnë punimet, në qoftë se janë respektuar rregullat e modelit të vënë nga bordi i drejtues i revistës, verifikim në web faqe të fuqishme për plagiatur dhe inteligjencë artificiale, ChatGPT e tjerë. Tu kemi titujt e konferencave, do me thënë temat qendrore ose kryesore të konferencave nga viti 2015-2024, sepse, siç thash, votimi i parë është bërë në vitin 2013 dhe 2014, aty kanë qenë tema të lira, do me thënë pjesëmarrësit kanë pasur mundësi të punojnë në tema të ndryshme, ndërsa nga viti 2015 kemi këto tituj. Ndër veprimet kulturore ndërmjet filologjisë shqiptare dhe shkencave filologjike në rajon dhe më gjerë, dimensionet diakronike dhe sinkronike, Universiteti i Tetovës, 24-25 prill 2015. Është konferenca që është mbajt e pastaj punimet të cilat janë botuar në revistën Filologjia. Tema e konferencës tjetër, do me thënë, ka qenë bashkëpunimi brenda kulturor shqiptar, që është mbajtur më 22-23 prill 2016. Konferenca e katërt, tema gjuha dhe letërsia, sfidë specifike në zhvillimin socio-etik dhe ato profesional, 21-22 prill 2017. Konferenca e pestë, me temë prurje të reja për gjuhën, letërsinë dhe kulturën me 7 dhjetor 2018, konferenca e 6 me temë gjuha, letërsia dhe kultura në shekullin 21, 13-15 nëntor 2019, konferenca e 7, tema gjuha, letërsia dhe kultura, arritjet dhe perspektivat, 16-18 nëntor 2022, konferenca e 8, Filologjia dje, sot dhe nesër, data 15-17 nëntor 2023. Konferenca e 9 me temë Ismail Kadare ndërmjet letërsisë shqiptare dhe botërore, 6 dhe 8 nëntor 2024. Autorët dhe kontributet. Pjesëmarrja e emrave të njohur në konferencat e organizuara nga Fakulteti i Filologjisë, kanë marrë pjesë emra të njohur, profesor Dr. Agin Vinca, Isak Shema, Beate Hen Memeshaimer, Universiteti Mannheim, Gjermani, Eli Bojatxhieva, Universiteti Jug Perëndimor i Bullgarisë, Dr. Shezai Rokaj, Universiteti i Tiranës, Dr. Shnezana Kereković, Universiteti i Zagrebit, Kroaci, Dr. Vlados Sushac, Universiteti i Zarës, Kroaci, Dr. Uli Rothfuss, Faber-Castell Academy, Gjermani, Dr. Vebi Miftari, Universiteti i Pes, Kosovë e tjerë. Bashkëpunime ndërkombëtare me universitete nga Ballkani, Turqia, Shtetet e Bashkuara e tjerë, Universiteti i Illinois, Universiteti i Istanbulit, i Edrenes, Jeni Yüzyl i Istanbulit, i Konjës e tjerë. Autorët ruajnë të drejtat e autorit dhe të drejtat e plota të botimit pa kufizime. Këto janë rregullat etike, domethënë që janë të revistës sonë. Punimet e botuara në numrat e revistës dhe të përfshira në opsionin e menys arkivi të kësaj faqe e internetit dërgohen nga autorët si një version përfundimtar dhe nuk lejohen ndryshime të mëtejme nga redaktorët. Çdo punim mund të zbulojë pikpamjen dhe përfundimet personale e shkencore të autorëve, por filologjia nuk ndikon në saktësinë. Faqja nuk është përgjegjëse për asnjë pasojë, dëm të drejtë për drejtë ose të tërthort ose ndonjë incident që rezulton nga informacioni postuar në filologjia. Autori është përgjegjës për ligjet e të drejtave të autorit dhe plagiaturës tek opsioni rregullat etike.
nuk kërkohet leje paraprake për të përdorur informacionin nga kjo faqe interneti, kërkohet një citim i duhur. Ndikimi dhe statistikat. Ndikimi shkencor i revistës Filologjia është në nivel rajonal në shtetet e lindjes, por jemi në rrugë të mbarë për të pajisur edhe me Scopus faktorin, i cili do të arrisë nivelin cilësor të botimeve dhe citimeve. Numri i artikujve të botuar është dhënë në tabelën e mëposhtme nga revista e parë 2013-ës, 42 punime shkencore, 2014-22 punime shkencore, 2015-26 punime, 2015 me thënë është numër special, sepse botohet edhe, ne kemi botuar edhe revista nga 2 herë në vit, me emrat të njerëzve me ndikim, do me thënë në botën shqiptare edhe të huaj, si që është Nën Tereza, Adem Demaci, Ismail Kadare e tjerë. Është numri 4, do me thënë 2015-ës, janë 26 punime shkencore, 2016 10 punime shkencore, 2016 numri 6, 22 punime shkencore, 2017 numri 7, 13 punime shkencore, numri 8, 2017 29 punime shkencore, 2018 numri 9, 10, 18 punime shkencore, 2019 20 punime shkencore, 2020 14 punime, 2021 20 punime shkencore, 2022 16 punime, 2022 do me thënë numri 19 9 punime shkencore, 23 29 punime shkencore, 2024 21 punime shkencore dhe 2025 32 punime shkencore. Pse të publikosh në këtë revistë? Revista Filologjia ofron siguri, besueshmëri, stabilitet, punimet kontrollohen dhe vlerësohen me etikë profesionale, vërejtjet janë objektive me qëllim rritjen e cilësisë së punimeve dhe ngritjen e nivelit akademik të pjesëmarrësve dhe prestigjin e revistës. Ofron dukshmëri, proces serioz shkencor, ka traditë dhe besueshmëri, ka rjet akademik me universitete dhe institucione të rëndësishme në vend, rajon dhe Europë, e ardhmja dhe zhvillimi i revistës. Objektiva dhe synimet e drejtuesve të revistës Filologjia janë indeksimet të reja si Scopus dhe rjeti shkencor ose Web of Science, bashkëpunimi me universitete ballkanike dhe europiane për organizimet të konferencave të përbashkëta. Digitalizimi i revistës ekziston që nga viti 2018, votimet e numrave të kësaj reviste janë në formë elektronike, ku çdo autor ka mundësi ta shkarkojë punimin e vet për çështje avancimi ose rizgjedhje në titullin e radhës. Rritja e impaktit është synimi ynë kryesor. Si përfundim pra, bordi udhëheqës i revistës Filologjia fton për bashkëpunim dhe publikim të gjitha universitetet shqiptare, rajonale e ndërkombëtare, me qëllim rritjen e vlerësimit reciprok të revistave, të universiteteve dhe institucioneve, me të cilat kemi dhe që do të lidhim marrëveshje bashkëpunimi në nivel rajonal e ndërkombëtar. Ju faleminderit për vëmendje. Sinqerisht dëshiroj t'ju falenderoj për këtë prezantim, për pjesëmarrjen radhë të parë, por edhe për këtë, do ta quaj dukshmëri, sa bukur e kishit përdorur këtë fjalë, për këtë dukshmëri të punëve tuaja të mira, si në botimet natyrës monografike, siç është rasti i veprës parë, apo për paraqitjen e kontributeve dhe prurjeve në revista shkencore siç është Filologjia, që unë ndoqa me shumë interes dhe u përgëzoj juve dhe të gjithë bashkëpunëtorët tuaj. U them këto fjalë të përzemërta dhe si ish pedagog në Universitetit të Tetovës, kam qenë pedagog në Fakultetin e Muzikës në ato vitet e vështira dhe sigurisht më gëzohem shumë për progresin tuaj. Dhe besoj që ky panajir, kjo pjesëmarrje është një mundësi tjetër që ne t'i forcojmë bashkëpunimet tona, pjesëmarrjet në konferenca, botimet e përbashkëta
në mënyrë të veçantë në fushën e gjuhës, çështjen e fjalorit të madh të gjuhës shqipe, pra për nevojën që ka për të pasuruar dhe për të përsosur akoma më tej, dhe sigurisht edhe në kontekstin e zhvillimeve të fundit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për më shumë të drejta për shqiptarët, për përdorimin e gjuhës në të gjitha aspektet, si në ato shtetërore dhe në ato që lidhen me veprimtarinë arsimore, kështu që ju falenderoj në emër të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, por edhe të Komitetit Organizativ të këtij panajiri për pjesëmarrjen tuaj dhe miru takofshim në Tetov. Faleminderit. Faleminderit.